Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Përshëndetje miq. Jemi prapë në serinë e financës, por këtë radhë do dua të lidh financën me motivimin konkret të atyre që quhen pronari, bosi, CEO, administratori, pra është personi që është vendimarrës, le të themi 100% mbi biznesin e vet. Një nga gjërat që më qellon shpeshherë kur I takoj këta njerëz dhe jam e bekuar që të takoj shpeshherë edhe duke u ndier keq sepse shumë prej tyre ju them që nuk është momenti tani që ti të marrësh këtë programin nga unë. Dhe shpeshherë kur jap këtë arsye, një nga gjërat pse mendoj që nuk është momenti, ka të bëjë me çfarë po ju them tani. Gjë e parë që vëre shumica prej tyre është që I pyes për çfarë arsye, mbasi marr vesh kush I ka rekomanduar, sepse më duhet ta di nga cili lloj program vin. Pyetja që ju bëj shpeshherë është çfarë do të arrish ose do të vish këtu dhe nuk do ta besoni që shumica prej tyre, kur I mendoni që këta kanë biznese shumë të mëdha, do mendoje që këta e din çfarë duan. Në fakt nuk e din. Dhe shumica e tyre, gjë e parë që thon është më ka ardhur najt hundës biznesi im, nuk di se si t'ja bëj. Më vete shpeshherë në mendje që ta lë, ta shes, t'ua lë atyre njerëzve që janë atje që vetëm ankohen, që vetëm më mërzisin, por nuk marr më asnjë kënaqësi nga puna ime. Dhe nëse do ta besoni, kjo gjë është që në 90% të rasteve janë këta persona që kur vjen në punën e tyre, kur ti shikon atje, janë që këta japin maksimalen. Dhe japin maksimalen duke punuar jashtëzakonisht shumë, por në këtë djegje, në këtë sfilitje mendore që ata kanë, janë 2-3 gjëra që unë mendoj që janë të lidhura edhe me financën, që janë të lidhura me pjesën e motivimit financiar për vetë këta. Pse e them këtë? Ajo që kanë vënë me kalimin e viteve është që të qenit të pasur apo të qenit me të ardhurat të mëdha është një gjë shumë relative. Pra, nëse dikush nga këta persona kur kanë filluar të punojnë, në fillim kanë thënë, nëse do të kem 100.000 euro, do harri këtë gjë dhe do jem shumë I lumtur, do jem shumë I kënaqur, atëherë do të kem arritur, do jem I realizuar. Më mbrapa është që okej, mund të jetë 300.000, pastaj është 500.000. Dhe ajo që të bëhet është një lojë në të cilën ka humbur dëshira e lidhjes së këtyre rezultateve me cilësinë e jetës. Pra nëse në fillim, në marrjen e 100.000 së parë apo milionit të parë, ata menjëherë kanë bërë disa lëvizje të cilat kanë qenë mund të jenë edhe shpeshherë të pakëshilluara apo të pa pëlqyeshme apo nuk e di çfarë, por kanë rregulluar cilësinë e jetës së tyre. Kanë marrë një shtëpi më të mirë, një makinë më të mirë, kanë bërë pushime me familjen më shumë. Me kalimin e viteve, këto gjëra merren si të mirëqëna. Dhe duke u marrë si të mirëqëna, sapo është vrarë një nga motivimet më të mëdha që kanë sipërmarrësit. Duhet të mbajmë mend që ndryshimin në botë kanë sjellë sipërmarrësit, ata që kanë marrë përsipër të bëjnë gjëra që kanë qenë shumë të çuditshme për njerëzit rreth e rrotull. Unë gjithmonë referohem rastit të Tanit Topit, Dritan Hoxhës. Edhe është një nga rastet që unë e kam studiuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe ajo që kam mësuar është që janë pikërisht ta persona që në momentet kur kanë dalë dhe kanë thënë unë do të bëj këtë gjën, janë kthyer në personat që njerëzit talleshin, nuk e besonin. Më mbrapa kur kanë filluar të ndërtojnë jetën e tyre, kur kanë filluar të investojnë në familjet e tyre, të investojnë ato vajza që kanë bërë dhe që kanë edukuar në mënyrë të jashtëzakonshme, mendoj unë. Djali nuk ua njoh, po vajzat me ato që kanë parë online, thjesht sepse dua të shikoj his legacy, trashëgiminë e tij. Ajo që kanë më re është që këta persona në momentin e parë që kanë filluar të ndërtojnë, kanë ditur të rregullojnë jetën e tyre, kanë ditur të japin motivim jetës së tyre. Largohemi nga rasti tani dhe jam duke folur për personat e tjerë. Këta persona që kanë ndërtuar kaq shumë, që kanë punuar kaq shumë, me kalimin e kohës, puna e tyre, aty ku kthehet në një gjë e cila është një krijim I lekëve në mënyrë automatike, do të thoshja, sepse në shumicën e gjërave I kanë deleguar gjërat, dhe ju dini se u rrej unë fjalën delegim.
Shumë prej tyre kanë bërë coaching, kanë ndërtuar njerëz me cilët kanë punuar në mënyrë të vazhdueshme, por ato delegimet e para dhe më mbrapa, delegimet nëse ti përmbahesh delegimit, është që ti krijon me dorën tënde, ti krijon të themi kundërshtarët, ata që janë konkurenca jote dhe janë këto zhgënjime të vazhdueshme, aq më keq ku këto zhgënjime vijnë nga rreti familjar, të cilat i bëjnë që këta të thonë ç'mu desh fare që vi këtu, ose që vjen në vendin e tyre të punës dhe ju mungon ajo të themi adrenalina e parë që kishin që si do ta bëj dhe këtë, po këtë si do ta bëj, po këtë si do ta bëj, po këtë si do ta zgjidh. Në moment që po jap këtë pikturim të kësaj gjendje të këtyre drejtuesve që motivimin e tyre e kanë humbur, mund të vi pyetja, kur këta janë të pakënaqur, Olida, çfarë mund të flasësh për ne? Shiko, unë besoj në çdo fazë të ndërtimit të një biznesi, është detyra e drejtuesit të ndaloj, të marrë frym, të vendos cilat janë produktet me cilat do eci përpara, cilat janë tregjet ku do futet, tregjet nga do dalë, cilat janë personat që do mbaj me vete që do vazhdoj, cilat janë personat that you have to kill on the spot, you have to fire them on the spot, dhe janë vendime që i merr vetëm drejtuesi. Shpeshherë si që thash unë them atyre që nuk do takohemi për 6 muaj, do të vish pas 8 muajsh apo 9 muajsh. Pse? Sepse ajo që unë dua është ata të marrin në dorë kompanitë e tyre, të marrin në dorë drejtimin e kompanisë së tyre. Ajo që ka ndodhur është që këta persona humbasin shpeshherë motivimin të shkojnë në punë sepse është dikush tjetër që ata mezi e kanë ndërtuar, që mund të jetë një shef finance, i cili në fund të ditës i thotë, "Jo, ti po harxhon shumë lekë, ç'është kjo? Ti nuk do të marrësh këtë gjë, ti nuk do ta bësh këtë gjë, sepse unë mendoj që ti po bën një gafë të madhe, ti bëj si të duash." Dhe aty ku ky ka qenë drejtuesi, pronari, vendimarrësi qendror, ky është kthyer në ekonomistin e parë, që nuk i ka idenë ekonomist siç e ka ajo shefja financës apo shefi financës, që varet nga dikush tjetër për të marrë të ardhurat të cilat i ka krijuar vetë. Mund të tingëlloj në fakt sikur është është një nga këto janë halle që janë këto halle Olida, ne kemi halle tjera. E di, unë po flas për atë grup njerëzish me të cilët unë punoj. Ky është hall shumë i madh. Kur të ka ikur nga dora, drejtimi i kompanisë si mezi ke ndërtuar, dhe ti mendon që është kjo kompani më mbrapa që në vend të jap burim gëzimi, burim adrenalinë në ndërtimin e saj, të kthehet në burim mërzie. Dhe këtë unë nuk e shikoj vetëm tek ata të mëdhenj, por këtë e shikoj edhe tek ata që mund t'i quaja biznese të mesme apo të vogla, kur ti delegon gjëra tek ca njerëz dhe ti humbet motivimin kryesor, që është motivimi i ndërtimit të diçkaje dhe i kënaqësisë së ndërtimit të diçkaje, edhe për shkakun e motivimit financiar. Miq. Uroj të kem thënë diçka që t'i ketë vlejtur dikujt, dhe nëse mendoni kështu, ju lutem, bëni subscribe, nuk ua them shpesh të gjën, bëni subscribe, shtypni atë notification të lajmërojeni kur ne nxjerrim podcastet dhe shpërndajeni, nëse mendon që kjo i vlen dikujt, shpërndajeni. Nëse i vlen dikujt që i ka humbur gazi i parë që kishte kur punonte për vete, çojani. Dhe ai mund të jetë një freelancer, mund të jetë një vetpunësuar, mund të jetë një në kompani me 10 veta, me 40, me 100, me 1000. Vrasja që ne i bëjmë vetes tonë nëpërmjet burnoutit, nëpërmjet sfilitjes mendore është e njëjta. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndofta në Facebook, në Elida Motro, ndofta në Instagram, që është Amy Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube.
Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MZC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.